Steveni e dinte që pamjet që kishte kapur me dronin e tij ishin të veçanta, por ai nuk e kishte idenë se sa të veçanta ishin në të vërtetë. Ajo që ai mendonte se do t'i sillte vetëm disa pëlqime në internet, rezultoi se ndihmoi në zgjidhjen e një misteri që kishte mbetur i pashpjeguar për 500 vjet. Shumë njerëz nuk donin që ky sekret të dilte në dritë, por pamjet e dronit e vërtetonin atë përtej çdo hije dyshimi. Ai ishte gati t'ia tregonte këtë bombë botës, por çfarë kapën saktësisht lentet e tij? Çfarë fshihej pas kësaj legjende shekullore dhe pse vendasit ishin gati të vritnin për ta mbajtur të fshehur? Qëndroni me ne deri në fund për të zbuluar të vërtetën tronditëse që fshihet në majat e Nepalit. Steveni kur nuk do ta kishte parashikuar ndikimin që do të kishin pamjet e tij të asaj dite. Ai kishte dalë në mal me qëllimin për të marrë disa shkrepje të bukura ajrore të majave të maleve, që tani ishin çuditërisht të zhveshura nga bora. Ai po punonte për një dokumentar rreth ndryshimeve klimatike dhe donte të përdorte këto pamje droni si ilustrim për një pjesë rreth rritjes së temperaturave që shkrinin borën në malet normalisht të ngrira dhe të ftohta akull. Por pamjet përfundimisht nuk do të hynin kurrë në asnjë film apo dokumentar. Steveni kishte dali vetëm në male atë ditë. Ai ishte në Nepal me një ekuipazh të vogël të lidhur me dokumentarin. Të tjerët kishin planifikuar intervista me vendasit atë ditë, kështu që Steveni vendosi se ky do të ishte përdorimi më i mirë i kohës së tij. Pas 3 orësh udhëtimi lart në male, ai e la dronin e tij të fluturonte i lirë. Steveni kishte 10 minuta për të xhiruar sa më shumë pamje ishte e mundur, kështu që nuk kishte kohë për të humbur. Ai po kërkonte male me sa më pak borë ishte e mundur, dhe një vargmal i vogël dukej se binte në sy nga larg, sepse mund të shihej shumë shkëmb pa borë. Ishte dukshëm shkrepja perfekte për filmin. Por kur droni qëndroi pezull mbi të, Steveni vuri re se kishte diçka tjetër të çuditshme rreth tij. Steveni ishte një njeri me një mision. Ai e kishte bërë udhëtimin me miq dhe disa kolegë, por Steveni e dinte se secili prej tyre do të ishte i përqendruar në bërjen e zbulimeve të veta. Kjo do të thoshte se ai kishte parë disa foto ajrore për të pasur një kuptim më të mirë. Por kjo ishte si asgjë që ai kishte parë ndonjëherë. Një perëndesh, mendoi ai me vete i mrekuluar. Steveni mezi u besonte syve të tij. Ai skanoi lentet e kamerës, duke i fshirë ato për të siguruar që pamja para tij ishte reale. Sa më shumë fshinte, aq më pak i bindur ishte, por asgjë nuk ndryshonte. Dukej pothuajse tepër e mirë për t'u besuar. Forma para tij ngjante me një grua që fjet. Ai e pa imazhin të vinte në fokus ndërsa lëvizte dronin e tij pak më shumë, por asgjë nuk ndryshoi. Imazhi qëndroi i njëjtë. Tani, ai ishte i konfuzuar për një arsye krejtësisht tjetër. Nëse nuk po imagjinonte gjëra, pse kjo ishte hera e parë që e shihte këtë? Bateria e tij ishte e ulët. Ishte një tronditje e fortë drejt realitetit. Duke parë numrin, ai lexonte 40%. Nëse droni i tij do të kthehej mbrapsht, ai do duhej të fikte kamerën dhe ta drejtonte atë pas. Steveni nuk mund ta luftonte eksitimin ndërsa drejtonte dronin mbrapsht. Ai kishte sjell një pak shtesë baterish dhe do t'i ndërronte ato për më shumë shkrepje. Por për tani, imazhet do të ishin më se të mjaftueshme. Së shpejti, ai do të ndante dëshminë e bukurisë së fjetur që pushonte mbi male. Ai e dinte se do të ishte madhështore, por kur nuk i priti rezultatet. Steveni kishte fikur kamerën për të siguruar se droni do zbriste sigurt poshtë, por edhe kjo nuk mjaftoi për ta kthyer atë sigurt e ai. Bateria mbaroi dhe droni ra në borë. Steveni pëshertiu i frustruar, por ishte gëzuar që mund të bënte ngjitjen deri te droni, por ajo që gjeti e la atë edhe më të shtangur. U dë rreth një orë që Stevie të arrinte në maj. Ai ishte i raskapitur dhe pa frymë. Duke u gjynjëzuar, ai la veten të relaksohet për një moment para se të kërkonte dronin e tij me sy. Por në vend të pajisjes së tij të shtrenjtë, sytë e tij ranë mbi një grua të moshës mesme, të veshur me rroba të trasha tradicionale, dhe ajo nuk dukej as pak e kënaqur që po e shihte atë. Përpara se të zbulojmë se çfarë ndodhi me Stevenin dhe sekretin e malit, ju lutem shtypni butonin like dhe siguroni të bëni subscribe në kanalin ton. Aktivizoni këmbanën e notifikimeve që të mos humni asnjë nga historitë tone të pabesueshme. Steveni e dinte se disa fise jetonin lart në male, por nuk kishte pasur asnjë interaksion me ta. Ai donte të shpjegohej, por ajo filloi të bërtiste në një gjuhë të huaj. Steveni nuk kuptonte asnjë fjalë që ajo po thoshte, por ishte i qartë nga toni i saj se ajo ishte e tërbuar. Ajo zgjati duart dhe atëherë ai e pa. Në duart e saj ishte një shkop i një lloji. Ajo e tundi atë dhe bërtiti, por kjo nuk ishte ku ishin ndalur sytë e Stevenit. Steveni ishte i shtangur nga objekti pas saj. Droni i tij ishte thyer në copa të vogla në borë.
Kjo zonja e huaj e shtrajt kishte shkatruar kursimet e tij të muajsh dhe ai nuk e kishte iden pse. Në këtë pikë, edhe Steveni e humbi durimin. Të dy tani po bërtisnin me njëri tjetrin në gjuhë që ishin të huaja për të tjetrin, por asnjëri prej tyre nuk u tërhoq. Steveni ishte i tërbuar për pajisjen e tij të shtrenjtë dhe zonja ishte tërbuar për praninë e tij. Por gjërat morën një kthes të papritur. Zonja e nxori një sapatë. Steveni mbeti i heshtur nga shtrokimja. Kjo kishte shkuar përtej një grindjeje të zemëruar dhe jeta e tij ndjehej në rrezik. Duke nuk parë asnjë mënyrë tjetër, ai bëri një stap guximi dhe u mblodh si lëmsh ndërsa rrëshqiti nga maja e gringës duke përdorur borën si slitë natyrale. Ai luti të zbriste sigurt. Fatkeqësisht, mali ishte i mbuluar me borë, duke bërë një udhëtim me gunga, por megjithatë të sigurt deri poshtë. Deri kona kur Steveni arriti poshtë, ai kishte humbur dronin e tij, bateritë dhe, duhet pranuar, pak nga krenaria e tij burrore, por ai ishte i sigurt dhe fatkeqësisht edhe pamjet nga droni ishin gjithashtu të sigurta, sepse ai i kishte vendosur që të ngarkoheshin automatikisht në cloud. Ecja mrapsht drejt hotelit ishte stresuese dhe Steveni ndjehej i dërmuar. Ai ende nuk ishte i sigurt se çfarë rreth atij e kishte zemëruar atë grua. Ndoshta ai kishte kaluar në territorin e saj privat. Ai e pranoi vetes se bërtitja ndaj saj në një gjuhë të huaj ndoshta e kishte bërë më keq, por ai ishte një mister për një ditë tjetër. Për tani, ai kishte një qëllim. Hoteli ishte i ngrohtë dhe Steveni ishte i bzuar që u kthye në qytet me ujë të ngrohtë dhe pa vendase të zemëruara që mbanin sapata. Ai ende nuk mund ta besonte kthesën që kishte marrë dita e tij. Duke kontrolluar pamjet në laptopin e tij, ai ishte i gëzuar që ishin të sigurta. Ishte një ditë e gjatë dhe ai kishte nevojë për pak çlodhje, por jo para se të bënte një gjë të fundit. Steveni u zgjua nga gjumi nga gjurmët e trokitjeve të forta kundër derës së gjomës së tij. Ai kishte kërkuar që të mos shqetësohej pasi donte të flinte deri në vonë, kështu që supozoi se ishte një nga kolegët e tij që vinte për të diskutuar diçka të rëndësishme, por ishin mysafir të papritur. Kur Steveni pa thresërimën e derës, pa se ishte një grup policësh lokal që i po e prisnin, dhe ata nuk duken as pak të lumtur. Nga shprehjet e fytyrës së agjentëve, Steveni sheh se ata janë nën stres të madh. Njëri nga agjentët madje qëndron me dorën mbi armë, gati të qellojë. Pak i friksuar, Steveni i prieti se çfarë donin përmes derës. Ai nuk do të hapte derën nëse ata nuk ja tregonin arsyen, por pastaj mori vërejtimin se do të thyenin derën nëse ai nuk e hapte brenda 5 sekondash. Ai nuk kishte zgjedhje. Steveni duhet merrte një vendim në një pjesë të sekondit. Ai kapi shpejt çantën e tij të gatshme, që e kishte përgatitur natën e mëparshme, dhe u hodh nga dritarja e domës së hotelit në shkallët e emergjencës. Ai nuk e priste se ky kërcim do të ishte aq i lartë. Pas zbritjes, kyçet e këmbëve i dhemshën seriozisht, por ai shpëtoi. Ai zbriti shpejt ndërsa erdhiste derën e hotelit duke u thyer. Ai nuk e kishte iden se çfarë këta njerëz donin, por nuk mund të ishte diçka e mirë. A mund të kishte të bënte me pamjet e dronit që xhiroi dje? Së pari gruaja e huaj, tani policia lokale. Diçka po ndodhte këtu, dhe etmja mënyrë që mund të mendonte për ta kuptuar ishte të shihte pamjet. Pastaj ai hutohet. A e mori celularin e tij nga hoteli? Po. Tani ai mund të kontrollonte pamjet në telefonin e tij. Ai gjeti një vend të fshehur dhe filloi të luante pamjet. Ai shikoi rreth rrotull kujdes për t'u siguruar që askush nuk po e vërente. Në fillim asgjë nuk dukej të pazakonshme. Pastaj diçka i tërhoqi vëmendjen. Konturi i një vargmali të largët shfaqur në ekran dhe forma ndihej çuditërisht e njohur nga larg. Ai e kishte parë më parë, megjithse nuk e kujtonte i menjëherë. Pas një momenti ju kujtua. Mali dukej saktësisht ai i përshkruar në një histori të lashtë të treguar për këtë rajon, një legjendë që thuaj se ishte më se 500 vjeçare. Vendasit e kishin hedhur gjithmonë si një mit, por tani Steveni pyeste veten nëse ishte e vërtet gjatë gjithë kohës. Sipas rrëfimit, kishte një shpellë të fshehur pranë kokës së malit, që ruante diçka të rëndësishme. Reaksionet e çuditshme nga vendasit dhe prania e policisë vetëm sa e përforcuan besimin e tij. Nëse ishte vërtet vetëm një mit, pse të shkonin në masa të tilla për ta ndaluar? Steveni e dinte se duhet ta zbulonte. Megjithatë, ai e kuptonte se askush nuk do ta besonte atë bazuar vetëm në pamje dhe histori. Nëse prova ekzistonte, ajo do të ishte brenda asaj shpelle. Arritja atje nuk do të ishte e lehtë. Steveni u përgatit me kujdes për udhëtimin e gjatë në rrafshin e hakullt. Ai bleu rroba dimërore dhe furnizime nga një dyqan që nuk zotërohej nga vendasit, dhe u nis drejt maleve, duke e ditur se udhëtimi mund të zgjaste disa ditë. Kthimi ishte i vështirë. Zona tani ishte më e rëndë e ruajtur nga policia lokale, por terreni ishte i gjerë dhe ata nuk mund të vëzhgonin çdo gjë.
Steven i shmangur rrugët kryesore dhe arriti të kalonte pa u përejtur. Pasi kaloi pikat e kontrollit, rruga përpara ishte e hapur. Megjithatë, i ftohti shpejt u bëj rrezikshëm. Në një pikë, një nga gishtat e këmbës filloi të ngrinte, duke e detyruar atë të ndalonte dhe ta ngrohte para se të vazhdonte. Edhe atëherë, frika e ndiqte vazhdimisht. Ai shqetësoi se mos kapej nga vendasit ose arrestohej, por vazhdoi përpara. Pas më shumë se 20 orësh ecjeje, ai më në fund arriti në atë që besonte se ishte koka e rrethit malor. Tani duhet të gjente shpellën. Ai nuk u deshte kërkonte gjatë. Saktësisht siç e përshkruante historia e vjetër, kishte një hapje në shkëmb. Eksitimi shpërtheu tek ai ndërsa qëndronte para saj. Por ai nuk ishte i vetëm. Në distancë, Steven i vuri re një grup të madh që po afroi, të veshur me rroba tradicionale rajonale. Kishte të paktën 15 njerëz dhe ata po drejtoheshin drejt te shpella. Ata po vinin qartësisht për ta siguruar atë. Steveni duhej të zgjidhte, të arratisej ndërsa mundej akoma ose të hynte në shpellë dhe të rrezikonte të kapej. Opsioni i arsyeshëm ishte i qartë, por ai nuk mund të kthehej mbrapsht tani. Ai nxitoi brenda shpellës ndërsa zhurma shpërtheu pas tij. Vendasit e kishin para të. Errësira e gëlltiti ndërsa ai vraponte më thellë, me zi duke parë, por vazhdoi të ecte. Pas disa minutash, ai arriti në një dhomë dhe ndaloi i habitur. Duke ndriçuar me elektrikun e dorën e errësirë, ai e pa. Legjenda kishte qenë e vërtetë. Thesaret e arta të vendasve ishin të fshehura aty. Duke dëgjuar hapa që po afroheshin, Steven i bëri shpejt një foto, duke synuar ta ndante atë me botën. Papritur, ekrani i telefonit të tij u kris. Paniku e pushtoi ndërsa ai e rindizi atë dhe fatmirësisht funksionoi përsëri. Saktësisht kur po bëhej gati të dërgonte imazhin, vendasit vrapuan brenda në dhomë dhe ndaluan kur e pan atë. Ata kërkuan që ai të mos e publikonte foton. Steven i shtirgoi qëllimet e tij dhe shpejt ata ishin gati të negocionin. Ata nuk donin fama apo fitim, ata donin vetëm që thesari i paraardhësve të tyre të mbetej i mbrojtur. Steveni e kuptoi. U bë një marrëveshje. Ata ranë dakord që Steveni mund të largohej nëse premtonte se nuk do t'i publikonte fotot. Vendasit tani do të zhvendosnin thesarin në një vend të sigurt në mënyrë që askush të mos e gjente kurrë më. Steveni largohet nga shpella dhe fillon udhëtimin e gjatë mbrapsht. Ai më dhe mund të mos ketë foto apo thesar, por ka një histori të madhe për t'u treguar miqve dhe familjes së tij. Çfarë do të kishit bërë ju në vend të Stevenit? Do ta kishit mbajtur premtimin ndaj vendasve për të mos treguar asgjë apo do ta mdanit historinë me botën për famë? Na shkruani mendimin tuaj më poshtë. Ju falenderojmë që na ndoqët. Mos harroni të bëni like videon dhe subscribe kanalin ton për t'u njoftuar për historitë e radhës që do t'ju lënë pa frymë.